Pas publikimit të rezultateve të konkursit për financimin e projekteve me interes nacional në industrinë kreative për vitin 2025, kanë reaguar nga BDI. Liveta Latifi, nga Sekretariati për Kulturë, nga kjo parti, deklaroi se kjo përzgjedhje, projektesh dhe ndarje fondesh është një politik për të heshtur zërin e kulturës shqiptare. Nga 74 projekte të përzgjedhura, ku marrin pjesë komuna, shoqata, persona fizik dhe juridik, vetëm 2 janë shqiptare, ose vetëm 2.7% edhe përkundër faktit që në këtë konkurs kanë aplikuar 27 shoqata, artistë dhe subjekte shqiptare. Edhe më e rëndë është ndarja e mjeteve financiare. Nga gjithsej 13.375.000 denar, vetëm 434.000 denar janë ndarë për 2 projekte shqiptare, që do të thotë vetëm 3.2% e fondit total. Kush e vendos këtë përjashtim sistematik të shqiptarve? Kush i përzgjedh projektet fituese? Dhe më e rëndësishmja, çfarë bëjmë përfaqësuesit shqiptar në Ministerinë e Kulturës? A i mbron dikush interesat tona? Apo kemi vetëm kukulla dhe spektator që heshtin përballë kësaj padrejtësie të organizuar? Kjo nuk është ndarje fondesh, është një politikë e organizuar për të heshtur kulturën shqiptare. Ndryshe, para hapjes së këtij konkursi, Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov, theksoi se ky konkurs ofron mbështetje financiare për projektet që do të stimulojnë zhvillimin e industrive kreative, duke krijuar mundësi të reja për ndërmarrësit, artistët e rinj dhe ekipet kreative. Kjo do të mundsojë më shumë punësim, do të rrisë konkurrencën e industrive kreative në tregun global dhe do të zhvillojë turizmin kulturor.